Uroj që viti i ri të ketë shëndet në të gjitha familjet, në gjitha komunitetet dhe në popullin shqiptar dhe në mënyrë të veçantë tek të gjithë bartësit e trashëgimisë son të mrekullueshme muzikore nga veriu në jug, të cilët me qenin e tyre, me trashëgiminë e tyre mbajnë gjallë tradita të cilat nuk janë thjesht tradita të popullit shqiptar, por janë tradita europiane që populli shqiptar i mban jetë. Përshëndetje të gjithëve. Unë quhem Uesli Alushi dhe jam koreograf. Kam marrë pjesë në festivale kombëtare dhe ndërkombëtare si interpretues i vallëzimit dhe si koreograf i disa veprave koreografike, duke u vlerësuar me disa çmime. Përgjatë këtij viti jam angazhuar në festivale të ndryshme kombëtare si organizator, drejtues artistik dhe pjesë i jurive të ndryshme. Së fundmi kam realizuar një nga projektet e mia më të rëndësishme, botimin e një libri studimor mbi vallëzimin e vendlindjes time, Epitafet e gjallë të vallëzimit Krutan, libri i cili ishte pjesë e panairit të 28 të librit. Më pas realizova veprën koreografike me të njëjtin titull dedikuar këtij botimi, duke mbyllur kështu 2025-ën me një numër të madh aktivitetesh dhe projektesh artistike shumë të suksesshme. Ju uroj të gjithëve gëzuar festat e fundëvitit dhe qoftë një 2026 e mbushur me suksese, me projekte të shumta, me dashuri, me lumturi, me shëndet për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen anë e mban botës. Gëzuar të gjithëve. Përshëndetje, nëpërmjet një video mesazhi doja t'ju uroja të gjithë shqiptarët anë mban globit ku janë gëzuar vitin e ri 2026. Shëndet dhe mbarësi në familjet tuaja kudo që ndodheni. Të dashur miq, përshëndetje. Uroj që jeni mirë. Ju uroj nga zemra gëzuar Krishtlindjet, gëzuar dhe vitin e ri, qoftë një vit i mbar për gjithë, shëndet dhe mbarësi për gjithë në shtëpitë tuaja. Përshëndetje, unë quhem Ri Kita, kompozitor dhe pianist, fitues i shumë çmimeve ndërkombëtare si kompozitor, ku më i fundit është çmimi i parë në Gabriel Fauré Music World Competition në Itali. Ju uroj gëzuar festa dhe një vit sa më i mbar, me shëndet, paqe, lumturi për ju dhe familjet tuaja. Gëzuar! Unë jam Rashid Boka, këngëtari i muzikës popullore të Shqipërisë Mesme. Desha t'ju bëj një përshëndetje speciale me rastin e vitit të ri të gjithë shqiptarëve kudo ndodhen në Shqipëri anë mban botës. Qoftë një vit i mbar, së pari të kemi shëndet, pastaj tjerat vinë brapa. Vetëm gëzime hare, paqe në shtëpia tuaja. Gëzuar, po ju përshëndes me një refren të vogël këngë. Jarina, jarina me, gadale, gadale. Jarina, jarina me. Gjuni më ka qufja, jarina, jarina me, ka dale ka i qi, jarina me, belin i vërgji. Zuar. Hey, përshëndetje nga unë Steve Boka, ju uroj një vit sa më të mbar, festa të gëzueshme, një 2026 plot me jetë e shnet. Dhe kjo shkon për gjithë dëgjuesit e Radio EAN. Një dit para tasë, e kukani, kani sperata i rete o borishmi, kani sperata i rete o borishmi, o borishmi. Të dashur motra dhe vëllezër shqiptar kudo që jeni, urime dhe gëzuar vitin e ri 2026. Zoti ju dha shëndet, fat, lumturi e plot hare. Inshallah do jetë vit i bardhë për të gjithë juve dhe u realizofshin të gjitha dëshirat tuaja private, familjare dhe shoqërore. Për radion EAN, neve, une, nga zemra ju përshëndes dhe ju duhet të gjithë urime dhe gëzuar vitin e ri 2026. Love you! Për të gjithë dëgjuesit e radios EAN, ju uroj të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen në botë, gëzuar vitin e ri 2026, shëndet, lumturi, mbarësi në familje, ju dua shumë. Të dashur miq të Buja Çamilit, dua t'ju uroj
natën e vitit të ri ta kaloni gëzuar me familjet tuaja, jetë një fillim i vitit, inshallah o Zot me bereqet dhe me ma parpar me shnet, ma ne me bereqet. Gëzuar nga Bujar Shamili, gëzuar vitin e ri, gëzuar qofshit, gjithë shqiptarët, kudo që jeni.